Oh, Mojnor, a je gati mu përgjigj, Mojnor? Jo. Se unë nuk e kam emrin Bleri, nuk jam super. Kështu që. Oh, Une. ti je super në gazetari. Nuk kam Menaj pa që po. hala gazetare ma të mirë, ma të përgatitur, ma të informume, mbi të gjitha, ma e Qa sjellshme. ki? Apo Shumë do ne po du durat për diçka. vitin e ria? Ku bre more, vesh kush po të kallzon? Stim. Më kalzon Valdete. Ah, validet, more. Valdete u të më kalzu sekreta që ti ke planifiku një dhurat për mu. Unë për ty ja? Po, se jetu më lavdru tash të këqyro. Valdet a i kipare të loqë. Te metal baum do këtë i kish bo njetë, më mi bledo gilindera dhe mu. Super, edhe metal baun e kena këtu. Po e mirë, Shtash e kontraktojmë bre, edhe... kuptova qa që kjo lidhë shmëria, kështu që kuptova që ma keni pregadit një dhurat për vitin e ri. Po, zamër pa tjetër, për deri sa Valdeti ka folë, kjo besoj që edhe ka matë vetën. Ta mban fjollën gjithmonë. E di që nuk po dëgjohet Valdeti, po Valdeti po thotë që do ta mbaj fjalën e për dhënë për gjithmonë. Po, dhuratën e Norës. që shtam. Nor, Po, qysh është më të marrë në pyetje? fort keq. Intervistu. A din qysh jo, Pak e sikletshme, po, pak po, se për shembull jam mësuar me marr njerëz në pyetje dhe për shembull me që cen jam përgatit, kur folim më nai që pse dona me folon, ne jam këtu vetëm me marr pyetje, po kështu. Okej, faleminderit që më ke thirr. Tamam puna, faleminderit ty që je pjesë sonte e kësaj feste bashkë me neve, kështu që Nora, pak a shumë si ka qenë viti 2025 për ty si gazetare në brenda shtëpisë DTV Media, a ka qenë e vështirë me gjitha ato fushata, me gjitha ato terene që i keni pas gjatë gjithë kohës? Po, nuk u kone vështirë në fakt, u kone mirë, po u kone lodhshme, për shkak që vendi ka kalu tashmë 4 parë zgjedhje, edhe tashmë shumë përkëqyrim debate, se sa programe tjera, po nëse kisha mujt me rëmbullaksu punën tam edhe mbrenda DTV-s, u ka një sukses tepër i madh i DTV Media në përgjithësi. Falë kolegëve që na i kena, falë juve që jeni ju këto. E që në fakt keni korri sukses shumë të madh, edhe në fakt u kon DTV Media, si vjetë u kon tepër mirë. Top televizion, top Që me televizion. thonë, u kon, po u shiku shumë, sidomos edhe në rrjetet sociale, e dim që edhe bashkëdhetare tanë kudo që janë e kanë favorit DTV Media, kështu që është shumë mirë. Suksesi jam është krah DTV Media, kështu që s'moj me veçune vetën vetë, edhe DTV vetë. Oh, super. Nëse është mirë DTV-ja, jo mirë edhe unë. Dhe ana sjelltas. Drejtor 1% meriton Nora. 1% për Norën. A ka pas taj moment sikletshëm Norë, qoftë në teren, qoftë në ndonjë intervistë që e ke pas me dikon? Sikletshme. Po, sikletshme. Sikletshme nuk ka pak zërshme, se po e shoh zotin Batiri atje, që e përshëndes dhe ja uroj vitin e ri. Urime. Do me thonë, me qenë se është vetë aty, është shumë brez zërshme mi arrit mi telefonu politikant, nuk e di ku e probleme. Ja janë tepër Që zonë. e zërshme mi telefonu, unë mu dash më shku me ma njerin shpe. E qitoj, ama besove. Ta besova një Që kjo që është cikleti ma i madhë që i kena nga gazetar që jes kanë ko, ose tani kur i qesim lajmin anë kohën pëse i keni qitë lajmi, po hajde thuje lajmin. Qëto, ama jo mirë është, e përshëndes shumë zotin Batiri, pa ku marrë me qenë se është nata e festës viti 3, normalisht që ka momente cikletshme, po i te kalojmë. Pa tjetër që po. Faleminderit shumë Nora, kënaqësi më të intervistu, po, kisha pas shef me pas një intervist pak ma gjatë me ty, po. Pse? Veç. Kod kështu, kështu. Më të pyet pak ma pyetje me spec. U kry, kisha pas qafë të Mra pas të kena. Aty Mra pas kenës. në kafe kismet. Po kur dush. Faleminderit ty. Faleminderit Nora.